Territori shqiptar për datën 2 nëntor 2025 pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore, relativisht të qëndrueshme me vranësira të lehta kalimtare dhe intervale me diell në shumicën e zonave sipas matjeve për kushtet e këtij sezoni. Gjatë paradites pritet mot i qetë me vranësira të her pas hershme, ndërsa pas dite ka gjasa për më shumë hapësira me diell në zona qendrore dhe bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës parashikohet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell. Era pritet të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare her pas here mund të arrijë deri në 5 metër për sekond. Deti pritet të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 2 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas vlerësimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 2 nëntor pritet të jetë rreth orës 6:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 18 gradë Celsius. Berat 8 deri në 19 gradë Celsius. Korçë 4 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 19 gradë Celsius.